u rritën luks, e mirëqenit familjes, deri kur ajo ndroi jetë, vetëm fal një personit vetëm, e ky person është Hevzi Sejdeu. Hevzi Sejdeu që në Maqedoni vetëse njihet si kriminal, që vjen për një familje kriminale, vendosi që edhe pse i pat 3 fëmijë e një gru, mu përfshin jetën e daorses, mos mi informu që ka gru e fëmijë, mu njoftu me familjen e daorses, mi lajmëru familjen e vetë, që e dëm daorsen, edhe pse ka gru, edhe më shefen këtë thaf për daorses, dhe në momentin kur u zbulu e vërteta, edhe në ato momente, a i shfaqi ftyrën e vërtet. Një familje e njohur për krime në Maqedoni, që për shembull Bajros Sejdeu në këtë video, fotografi, vetë se shihet të konsumu kokain. Djali, Hevzi Sejdeu, vetë se i lirun për Maqedonis disa muaj më parë për trafikun e 10 armëve, u dërgu vetëm në para burgim, edhe u liru mas 30 ditëve për një sasi armëve që duhet me qëndru në burg me vjeta. Kur organet ligjzbatuse dështojnë, gjithmonë e keqja njek, edhe në këtë rast e pat fatin shoqja jon e dashur, fatin e keq. Qose ky person shkon në burg për armët e veta, ku asnjëri problem nuk ishte ndodhur kurrë. Kur nuk ishte marrë në këtë situatë, po kur sistemi i drejtësisë i Maqedonisë dështon, na i vujnë pasojat si shoqëri. Daorsa pat jetën përpara. Daorsa me datën 13 nëntor ka pas me diplomu, dhe sot nuk diplomon vetëm për shkak se një kriminal që ka gënjur vazhdimisht, që nuk i ka tregu që ka të dashur, që ka familje, ka partnere, ka fëmijë, ju ka përfshin jetën e vet, edhe kur u marrë vesh e vërteta, a e ka kërcnu, e ka shantazhu, ja ka rëmby dokumentacionin, edhe e ka kërcnu gjithmonë që ti nuk e ki zgjidhje me shku te familja jote, nuk e ki zgjidhje me fol me njerëz tjerë, nuk ki zgjidhje me ik asë stacionin e policisë, për shkak se nuk ka rëndësi se ti ku shkon, qofse ti mu nuk më përgjigjesh, unë të garantoj ty që ki më ndru jetë. Edhe kjo ka vazhdu me vitet tona. Edhe personi në fjalë, Hevzi Sejdeu, kriminal, vetëse i njohur, qofse organet ligjzbatuse e kishin kry punën e vetë, ky rast nuk ishte ndodhur më kurrë, e tashti na duhem me vujt, duhem me smi pas shoqen tonë dashur pjesë shoqërisë. Qysh ka mundësi që këta kriminela cellen ende në liri, e nëse ka ligje, nëse ka ligjzbatim në shtetin e Maqedonisë, nëse shteti jon i intereson sa do pak për qytetarët e vet, duhet mu marrë me këtë rast deri në fund. Qysh ka mundësi një person që u duhet mu konë në burg me bo pasoja kaq të mëdha për shoqen tonë dashur, edhe ai sa mu cellen liri. Kështu që tën duhet mi kuptu fundamentalisht që një fëmijë i rriten me një familje me tëna të mira, u sulmu në mënyrë predatoriale, u kërcënu vazhdimisht, edhe pse ka gru e fëmijë në shtëpi, që shoqja jon më ardh deri në një gjendje që fatkeqësisht është e pakthyeshme. Nuk ekziston një rast ma shumë si ky që mundet mu konsideru vrasje. Kjo është vrasje e personit Daorsa Spahia, që me kanosjet e vazhdueshme, me gjendjen mentale të rënduar, që personi Hevzi Sejdeu, kriminal Maqedon, e ka kryer dhe sot ne bartim pasojat. Nëse ky rast nuk trajtohet pi ligjit, ligji nuk vjen kur gjë hiç. E nëse ky rast nuk mirret kërkush me këtë rast, na krejt e humbim besimin e në organet ligjzbatuse. Krejt i pas video, krejt i keni fotografi, to në dinë të vërtetën. E shtetet mbetet me vendos a dojnë milion anën morale anash. A dojnë mu marrë me këtë rast deri në fund, edhe nëse ligji nuk zbatohet për krimet këtij lloji, atëherë ligji i asnjë shteti nuk ka asnjë vlerë edhe asnjëherë. Shpresojmë që shoqja jonë të ketë gjithë paqen në botën e përtejme, e na ton lutemi që drejtësia të vinë në vend. Qofse ky rast nuk sjell drejtësi, qofse nuk ka drejtësi për organeve. Mirë. Ishte pra ky materiali nga Arbëri, i cili pra si që thash na ka autorizuar që ta plasojmë edhe në këtë program.
një shpjegim me shumë detaje, por mbi gjitha me një mesazh do me thënës për faktin se një rast ka që rënd u hesht e sidomos nga institucionet vendore për t'i bërë presion atyre Macedonase. Dita, si e shek të rasti?